fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips dhe Medika. Elegant, intelektual, veprimtar, patriot, biograf e tjera, veten e qunë burgaxhi. Kush mund të jetë ky? Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Fakte. Selatin Novosela, i lindur në vitin 1945 në Vushtri, nga gjyshi Selimi, gjyshja Kadire dhe prindrit Ismaili dhe Nailja, është fëmiu në mesin e 4 vëllezërve, Qazimit, Sabriut dhe Bedriut, dhe 3 motrave, Iqbalës, Makbules dhe Meleqes. Shkollën fillore e filloi në vendlindje në Vushtri për ta vazhduar dhe mbaruar në Prishtinë. Në vitin 1961 regjistrohet në shkollën normale Miladin Popović në Prishtinë për ta ndërprerë për shkak të burgosjes. Ka vazhduar dhe e ka mbaruar me provime plotësuese shkollën e mesme, me të dalë nga burgu. Në vitin 1968 regjistrohet në Fakultetin Filozofik Dega Albanologji në Universitetin e Prishtinës. Pas burgut të tretë, diplomon në vitin 1982. Për shkak të veprimtarisë së tij të vazhdueshme, odisejada e tij nëpër burgjet jugoslave fillon në vitin 1964 si antar i lëvizjes revolucionare për bashkimin e shqiptarëve, ku kryetar ishte Adem Demaçi, dhe dënohet si i mitur. Në vitin 1968 është njëri nga organizatorët e demonstratave dhe dënohet me 5 vite burg. Në vitin 1975 i përfshirë në procesin e montuar politik kundër Adem Demaçit dhe 18 veprimtarëve tjerë dënohet me 7 vite burg. Në vitin 1981 burgoset si i izoluar tani për disa muaj. Në vitin 1982 vazhdon veprimtarinë si antar i Lëvizjes Nacionale Çlirimtare të Kosovës dhe viseve tjera shqiptare në Jugosllavi, ku kryetar ishte Metush Krasniqi. Në vitin 1991 është antar i Këshillit Qendror të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku kryetar ishte Ibrahim Rugova, për të vazhduar nga zgjedhjet e vitit 1992 si deputet i Parlamentit të Kosovës, pastaj prap në vitin 1994 antar i Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s dhe në vitin 1996 kryetar i Këshillit Koordinues të degëve të partive politike në Prishtinë. Në vitin 1997, antar i kryesisë së shoqatës të së burgosërve politik në Kosovë, ku kryetar ishte Berat Luzha. Në vitin 1998, aktivitetin partijake vazhdon me Lëvizjen Demokratike Shqiptare, me kryetar Recep Qosja, dhe në vitin 1998, kryetar i Këshillit Republikan për Ndihmë Emergjente. Pas çlirimit të Kosovës, në vitin 1999 zgjidhet nënkryetar i Qeverisë Komunale të Prishtinës, për të vazhduar në vitin 2004 si kryetar i shoqatës së të burgosërve politik të Kosovës dhe në vitin 2005 antar i Këshillit Drejtues të Prishtinës të Partisë Demokratike të Kosovës. Gjatë tërë kësaj kohe, zoti Selatin Novosela, krahas veprimtarisë patriotike dhe veprimit aktiv për çështjen kombëtare, ka punuar për ta mbajtur familjen. Dhe atë në vitet 66, 68, së bashku me gruan e Adem Demaçit, zonjën Xhemajlie, si mësues në shkollën fillore Mixhenit të Stanovcit të Vushtrisë. Në vitin 1981-1985, fotograf në studion e tij private i Liri, për të vazhduar në vitin 85 deri në vitin 1990 përfaqësuesi firmës prestigjioze slovene Jelovica për zdrugtari. Në vitin 1990-1999 afarist në firmën tregtare private inxhinierigu në Prishtinë, e tjera, e tjera. Zoti Selatin Novosela është autor i 40 librave publicistik, historik, biografik e tjera. Ai sot mund të konsiderohet si biografi më i devotshëm i pasurisë sonë kombëtare, Bacës Adem Demaçi, për të cilin ka shkruar me 10 libra dhe ende vazhdon dhe gjurmon fakte për veprimtarinë e tij, duke shkruar dhe plotësuar këtë figurë emblematike, ikon të rezistencës dhe qëndresës sonë, laureatin e çmimit Saharov Baca Adem Demaçi. Nuk u lodha, edhe pse ishte gjatë. Nuk është kjo e tëra për Selën. Selatini nuk rrjedh nga një familje e varfër dhe e ndershme, por nga një familje e pasur dhe super e ndershme. Dogma që vetëm të varfërit janë të ndershëm, te Selatini nuk gjejnë vend. Te Sela takohen adetaria
veprimtaria, sakrifica, familja dhe Zoti. Bashkëbisedimin me Zotin Selatin Novosela e kemi realizuar në lokalet e shoqatës së ishte burgosëve politik, ku ai në pjesën e parë do të na shpalos fëmijërinë e tij nga viti 1964 deri në vitin 1990, ku ai aktivisht kyçet në lëvizjen e re tani që do të quhej Lidhja Demokratike e Kosovës. Në këtë pjesë do të përdorim materiale ultra ekskluzive të papublikuara deri më tani, të cilat aso kohë autori këtij emisioni i ka xhiruar në fillim me syrin e vet, e më vonë kanë xhiruar bashkëpunëtor tjerë, ku i pari prin bashkëpunëtori im i ngushtë dhe miku Beqir Cubolli, i cili nuk munda asnjëherë që nga viti 1990 deri më sot. Le ta ndjekim bashkëbisedimin në vazhdim. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Fakte. Ndodhemi në këtë ambient shumë të mirë, po ndihem mirë, në një ambient të ngrohtë dhe që quhet ambienti i shoqatës së ishte burgosërve politik shqiptar në Kosovë, në Jugosllavi. Ky emërtim për gjenerata të tjera interesant. Duhet me u lumtu edhe me kuptu drejt çka është kjo shoqatë, çka graviton rreth saj dhe çka është krejt esenca e kësaj. Dhe unë kam ardhur të takoj pa miratimin e tij, e kam të drejtën të them një miktimin, por ja që ne ma tepër quhemi shok, Selatin Novosela. Mirë se erdhe në emisionin Fakte, e mirë se kam ardhur në odën tonde, në këtë tempull të ndërgjegjes tonë shqiptare. Pse Sel unë e ti quhemi shok, shoq, ku të shohim, na kam betë. Cili është zbërthimi jëtë? Kur thosh për diken je shok 100 vjetë, të nështë nuk e 100 vjetë, po është gjatë. Pra edhe pse jemi na shok të moqëm, dhe të shtira, unë së pari po e një vetën mirë që po bisedoj me mikun tem në cilësi të publicistit gazetarit, Belagji, që dhe në me nangus ka pak. Po në këtë shpi e ndi vetën marra hatë të gjithë kënë tjetër. Marra hatë që shpesh here se shpinë time, se familjen time. Kam një bindje. E ku më thonë do një herë tjetër që shumë që ka mund të dhuroj, mund të fale. Se gjatë 80 vjetë që po i boj, sigurisht kam pas shumë senet mira. S'po flasin për tjerat, po diçka nuk kisha mujt me dhuru. Atë me falë dhe atë me shit, me atë një qmirë. Vetëm vitet e burgut. Kur? Për atë një vlerë. Pra ndaj këtu jemi në një shtëpi, besoj, ko pa që për diçka mos me qenë pjesë e kësaj kategorie, kisha folë më shlirë, kisha folë më rahat. Unë kam bindje të thellë që të burgosit politik për 100 vjetë, i burgosi i parë ishte Hasan Prishtina, pastaj Idris Seferi, pastaj Zembeta, edhe e keni pa këtu kemi një ekspozit permanente dhe përfundon një ora rastësisht me Femilla Drofcin. Unë kam këtë bindje që të burgosit politik janë një vlerë shumë e çmuar, shumë respektuar dhe shumë e vlerësuar për lirinë e Kosovës. Prandaj ardha jote këto sigurisht na vjen mirë, do ta theksojmë se televizionin të cilin e përfaqësoni po vazhdon ta mush një 4 orë të mozaikut publicistikës shqiptare, se thash Kosovë po shqiptare, kisha dashur që edhe televizionet të tjera me marketing. Shikues nderuar, Selatin Novosela ishi burgosur politik, një veprimtar, një intelektual kulminant. Në vitin 1964 u burgos për herë të parë. Ishte i mitur atëherë. Por kur themi i mitur, themi s'ka ditë. Axhami, siç thot populli. Dhe është marrë me çështje që atëherë që kanë trajtuar si të kundërlehtëshme dhe për këtë është burgos. Por ja që kur e kaloi fazën e të miturit, adoleshencën dhe kur u bëi pjekun, Sela vazhdoi më tutje. Duke u burgos tash prap në vitin 1968, duke u burgos prap në vitin 1975 dhe duke u burgos dhe izoluar në vitin 1981. Pra, ato që filloi ky si i mitur nuk ka qenë rasti. I mitur është një farë termi administrativo-juridik, por Sela është ky që është, dhe është në moshën që është, dhe është një kontribues i madh
edhe me vetmohim dhe punën që e ka bovet, po edhe me zbardhjet që ai po i bën sot për periudhën e tij dhe për krejt atë plejat të njerëzve dhe ngjarjeve, jo edhe gjithashtu të këndshme për popullin shqiptar. Selatin, sa do me thonë kjo, se i gatë kjo jamë në Bresel? E kom vetë një studius të letërsisë, të filozofisë të arabisë. Ma përkthej, jo rastësisht në em Tërnava, në mikimi i qmuar, në arabisht do thotë njeri paqësor. Merdmir, po më doke që baba ka qëllu. Për këthimi po, kalojmë bjamën Nova Sela i gatë, edhe një farë toponimi pak me ngjyrime slave, kjo që shpjegohet? Unë jam i bindur që duhet me luan folklorin, edhe zbërthimi analize. Kur thom ishte kohë e vështirë, po na pedim që ishte kohë e vështirë. Ishte robëri, dhe pedim, pra nuk kem nevojë me thotë ose. Unë nuk kam mujt me hekit mbi emën. Vllau jam i mirë, Sabriu, një veprimtar shumë i shuar, ju kthyem mbi emën familjar, Maxhuni. Që na Maxhuni jemi me gjyshi. Gjyshi jem Haxhi Selimi, edhe me gjallar kur në Përbugje s'ka mujt me na vizitue. 9 herë kemi qenë në Përbugje, s'ta kam pa. Edhe Bedriu në burg, edhe Iliri në burg, pse ata Maxhuni në Nova Sela. Edhe Bedriu tha, unë po du me ndru. Sabriu kthye, do thotë, bazës, Maxhuni, Bedria tha, shumë kom qef, tha me pas në bjemën në Prishtina. Jemi që 100 vjetë në Prishtinë, e kemi emocion edhe në bjemën, jo për të identifiku me Hasan Prishtinë, larga asaj, po në emën i kuptim shumë. Edhe bon në Prishtina. Unë ju thash, e kom pas vetë Mark Krasniqin, thash, profesori nderuar, thash, është kryevepra ju gjurmë dhe gjurbime. Tha po s'latin. Aty e ka për toponimet, hidronimet, aronimet, emna e tjera. Kur fletër për mbi emnat, kuptona drejta, kur flet për mbi emnat, thot, nuk është më rëndësi një njeri çfarë emni dhe mbi emni ka. Mund të ketë thot në emër shumë të mirë, në emër shumë të mirë, po thot me mbi emnin e tij e lëndon edhe emrin e mbi emnin. Edhe i merr dy shembuj. Është thot emni edhe konga e Çar Ilazi, çar mo. Ama kush është ai njeri që kura nuk i rënqethet, e flokti ngrit e zemra e Nikonit Çar Ilazi. Ose thot, a ka mua kong e ma mbi emën keq mo. Hajde keq Hysenit, një Gjakova Prizreni. Edhe e thot Mark Krasniqi, njëri mrekullueshëm. Thot Slatin, thot, e kom vetë për mbi emën, thot, ki ka gjado vjetë, njohëm në 100 vetë në qenë mbi emën, edhe më se ndërë. Pra ndë kjo ishte dhe më thonë, nuk isha ko. Po për hjak të mive të mi, që ka emët mrekullueshëm, Valoni që ka linë për 28 nëndorë, Donika një dike mrekullueshme, ajo emë Donik edhe djali Fitim. I ke linë vështre dhe jemi vendas. Çka mban mend si fëmi dhe një fëmëni tonë me prind e me vllazni? Faktikisht për vështres kemi dalë 53-ën. Kom qenë klasën e parë fillore, dhe ka qenë dita më trishtueshme e jetës time. Keni dalë në Prishtinë. Dhe a ditë ka qenë shumë e trishtueshme, se lesha shoqet, e lesha një mësues, që shumë e kom dashtë. Pandej si 7 vjeçar, 7 vjetë e gjithë kur këna arë për vështres me Prishtinë, ishte një moment deri vonë. Kom shku me vizitu shtëpinë e lindjes. Isha rri dikur se kom ditë dhe po mbesin ato gratë e shtëpisë, kom pe lyp, kërkan. Po çka ke hishme, unë isha rritë se kësha pa, nuk bëj kemi hi, ka qenë rregull me cakat. Thash kom hi se kom lind këtu. Prandaj me vështres që më ka metë kujtes, shumë e veçantë, ka qenë një grue shumë e zdoja, shumë e pashme, që Shqipëri thonë shumë e bëshme, me do fëmijë të vogël. Nona dhe baba kujdeseshin shumë. Unë kisha 3 vjetë e gjys, 4. Ndoshta momenti që ma unë e kom kuptuar rëndësinë e kësaj, ajo kështë qenë grue e Azizhili Vodës. Me fëmijët e vegjël, i këshin pasue në internim. Faktikisht internimi ka qenë qaj, jo në borg me quën. Ma unë ko marrë vesh, pse me dash ta shumë atë grue? E kështë e baba im një lidhje farifisnije me dajbet e ti, tatës. Kur ma vonë po marrë vesh, ka qenë gruja Azizit. Bile, ato ditë ka pas linë një fëmijë vogël, që dysha unë i vogël. Azizi hala kësajde,
me të pushkën e gatë, si kur në ato këngët epike të klasikës, bënd të luftë, deri sa u detyru medalë atje. Pra i ko pak në qi shumë të madhe, që lidhe me fëminin, se di që ti nguca pak, po mas e kom vendas nashtë. Takimet me Ahmet Krasniqin, një epizod jetësor shumë i rëndësishëm për mu, e më lidheshin edhe me, në më thonë, kjo ishte një djatë shumë i veçantë, me të gjitha vlerat, prandaj pej fëminish nuk maj me shumë, këto dy momente, mësusja e mi mirë, edhe gruaja Xhexheli Vodës. Shoq, mas klasës të parë vjen në Prishtinë. Një kohë deri sa ambientohesh, vazhdon shkollimin, familja zhvillohet, ecin gjanat. Ku burojnë, ku ujiten shqetësimet dhe ndjenja jote kombëtare? Ka i ke marrë ato xixat e para që ti kombëtarisht të shqetësohesh edhe në moshën e rinisë tënde, edhe si i mitur në vitin 1964 burgosësh? Unë kisha një shembull familjar. Mas vitit 1945, ku u bo kërdia, u bo lufta e burrave që e dishin që do ta hupin atë luftë, po s'është më rasti e hup. Se edhe Mistokole ka ditë që pa hup jetën e vet. Edhe Tahir Meha ka ditë. Edhe Vojo Kushe ka ditë. Edhe shumë kush e ka ditë. Edhe i burrin në kull me barot, ose ku kanë ditë kretë. Po me gjithate, u boj lufta, u lanë një model jetësor. Ato ditë filloj, kish pas filluaj, së se kom ditë, kish pas filluaj, grumbullimi i Tepriçës. A shqiptarët e ngratë bukë për vetës kam pa, me marrë Tepriçës. Me fshi magjën kom marrë vesh, magjën ju kam fshi. E tash familja ime, gjithë një të kamur, jemi sigur toka e mirë dhe toka e shumë, edhe punëtorët mirë, këshin pas shumë grunë e shumë misë, jo kam fshi hamarët kretë. I mushin 2-3 qere, edhe i marën me qua dikun të Sërbi. 3 qere, me kije. Këtu ka qenë fillimit me di që të ka keq, kush është pushtuar se Sërbë. Edhe i marën të fmit, ta nga drojë se për i mysin burrat, thotë, nësë jo marëm kijet edhe qerët, këta i qajmë e drejtë. Mama ndësh marrë vesh, i ka që u dire në Leshak, një djallë, një migjë, më hanë, një vllatë babës tim, edhe tjetërin, Gjaferin, edhe i mbysin. Vonë, po ndash si mësus të noftë, vitë të 60, Haxhi Selimi ka qenë adet, zëti shpis, me krytë në punë të shpis, që i takojnë ati, se punëtor t'i kam pry, u fund me mshel derën kryesore. Se kam shel, kur hike thopë dhe ke, o djellë, se gjysh jem 5 djellë, mëse më sheli qatë derë dhe pak. S'pedi pse, për vetin i pimi gjallari, tharë pse, Haxhi babas më nalen, hala po pret mos po kthehet Gjaferi, o shoq, mas 26 vjete, mos po kthehet Gjaferi, që e këshim vra, e këshim shduk. Edhe kur e kumbuat analizën si fmi, kur të kosh Sërbi, me ta fshim magjën, me ta marrë drithin, me ta marrë në talë familjes, me mytë fmin, atë e kom pasë se dhëtë me bati qka. Po qka me, po se kom ditë, për fatin tem të madhë, era Demdemaqin në shtator vitit 62, sa kështë dalë për burgot parë, dhe që rgërvalin një djali mrekullueshëm që për fatë është ende në Amerikë gjallë, në tha vjen, tha një shkrimtar, kë, ju dënë shumë, edhe ishte baci aty, tha dhe dur të rëketni, kur flet, a ju dur të rëketni. E që është të vërtet, na u qkepëm, ka thonë këtë djali i mirë, i drenastet, forca bën fuqin. Kur kërsasin qika djelë 4-5 shumë, edhe këtë sala qohet në kom. Ta baci me atë modestin natyrshme. Tha, mërë, kom një problem tash, jo rrës shuplak shumë për mu, tash dhe komendë mi thonë do fjallë, tash që pëlqenë, ju keni qef mi u këthyja të dorë të rëkitis, mu mi u këthyja, e qka me bo? Kjo modestia ti faktikisht në qiti kretë salën, se normalja ka pas një salë shumë interesante, një amfiteatr për 250 sami, shumë e mirë. Për atë vitin në arë deri të shpia në kom, këpëtahat, natën, mas ju krymësimi. Fjallë e Demdemaqit mu ka qenë vendimtare njetë, se du të në bo dishka, qka, që di, po du të në bo dishka.
diçka të mirë. Tha, mas pari Kosova ka shumë nevojë për juve, ishen me shokët e mi, Ibrahim Gatën, Shemsi Hoxhën, me një grua të mrekullueshme ma vonë, gruaje e Masa Krasniqit, dhomeshit të Diogardit, e Mini Arakovica. Ne ishëm 17 vjeç, 18 vjeç. Na majtë se si ka Kosova shumë nevojë për mësues. Veç edhe diçka mos të harroni. Kur dilni mu bë mësues herë do kur, mu bë mësues të mirë, se kemi nevojë. Edhe shkruni. Shkruni çka t'ju bjen mend. Jetë lexuat gjën shkruaje. Mos më bërë se s'ki kosin zot, mas 5 muajve, 6 muajve, 1 vit kur t'i kthesh, ki me pa sa ke bo mirë. Këtë takimi me Adem Demaqin, ma vonë e mora ato ditë hulumtova gjapit e gjakut e lexova. Ti e din, edhe shumë prishtas e din, këto kodrat e gërmis. 9 majt, zakonisht shkruaj ndoj parollë. Ka qenë koha parollave. Me tulla, të pjekuna, e kështë shkruar 29 nëndore. Ka 1 mjetë shkronjët. Shihej, me pas për helikopterin. Të rëqun dhe Belagji, 998. Regullun, e ngjyrosën, edhe në gjithë kur uqum, nuk dojtë ashtë rënof 29 nëndore, por rënof 28 nëndore. Vitin 63. Thusht të rënof 28 nëndore, 68, o ka shtirë. E shujtë e kush një parollë, ku dahat me hien të gëbashe. Ka qenë asfalt, interesant dhe të re. Kosmeti ta kanë Shqipnish, qarkullojke Lahuta Malsis, qarkullojke Kosova Lire Pirë Floqet. Ja nisëm dhe ka pak me marë frim që të rambuja shqiptarisht. A më mrekulli është një parollë në Kosmeti ta kanë Shqipnish. E pa besueshme. Dhe kjo Kosmeti është Kosova dhe Metohija, se një kohë qujtë shkurtimisht. A më i takon Shqipnish. Na gjitha klasë kena pas altoparlantin. Kur kështë do një lajmë për drejtorish, ose diçka vind të aty. Na dha një lajmë që ka me majtë një fjallë të rëndësishme me Fadil Hoxha. Beso që shumë pak e di këtë në lajmë. Dhe po flasim për vitin? 63, në mesin e mësuesve tonë të arshëm, të cilët po i përgatitim të bëhen mësuesit e arshëm, që Kosova ka shumë nevojë. E foli. Por nuk do të arrin, se kur që nuk arrit këtë. Nëse dhe kru që ka shkru. Edhe të se din, 99% të shqiptarëve tonë të mirë nuk e din. Ato ka shkrua Shar Hoxha. Qa po flet? Djali Fadil Hoxhës. Besoj që një lajmë duhet të theksohet. Mu më ka thonë të një shok, unë e liber e kom qitë. Këtë informat kër e kom cekë, kër kom shruë për 68-ën, e 64-ën, se kom ditë kur, veç e kom cekë, a mo kush e ka shkru, kom qenë kur është arë, kur marrë vesh Shar Hoxha. E ta është të mund thush, e jo veç të edhe unë. Qysh Fadil Hoxha ta majnë një fjallë të tilë, kontrasoj parole, e ta shkruj Shar Hoxha. Unë e kom përgjegjen. Mës të harrojmë, ishte djali Fadil Hoxhës. Mës të harrojmë, ishte djali Vahidi Hoxhës, për sërishës të hastëri. A i kishë mësu për i babës dhe për i nonës. E kishë mësu, edhe kishë parolën. Prandaj këto procese mandej filluan aktivitete tjera, edhe për një natë, Sabria, vëllain thot ki nevojë me një mudi shka, e ku marrë një letër, as kështë në vërtet heq. Merë qëtë material fillon në vend, kepi 100 flamoj, komtar e qëtë. Nëse jo të likvidojmë ty dhe familjen. Ajo kështë qenë totalisht e pavërtet. Kur vlau sa godzoh me të reguë. I kepëm, jo 199, no presh një. Mas 3 ditësh, në prill vitit 1964, janë shpërda, po thuhet të gjitha qytetet e Kosovës. Vonë ko marrë vesh. E ke cepëm doket edhe ti për Fazli Greqevcin. Po. Fazliu e qetë një flamur në majës e simboli flamurit të quhet. Dikush, majzdër vjetë sekretir, e ka qitë në vagonin e fundit të trenit, i cili shkon në mëngjes në Beograd, fush Kosovës. Akropolis. Dhe, kur e shohen flamur. Dhe me thonë, me parolat, rënof Shqipnia, me parolat, dum liri, me Ahmet Haxhia, gjyshi ministresh Albulendës, e kishë marru valak. Të që dhja manë menë të valaka që i bishin në për shpia. Ka qenë mjeshtë e i holë. E po nën me plastik, rënof Shqipnia nona jonë. Tash jo me marrë me shkrue, me ullodhë, po veç valak. 100 herë me shkune për rogë. Në për ty në aksionëve të vogla, e ngotë në Prishtinë, se i bëshëm, ose dhe për shumë qytetet, njëtë natën bashën, 10 natës, një ditë në otek me qitë veç në Prishtinë. Edhe qithëm, as ma pak, as ma shumë, 40 flamoj. Ku shikon
koordinoj kësel, kush jep ke këto, a kesh një titular të këti aktiviteti? Po. Kush ishe një? Për Prishtinën, unë po flas kryesisht kam njohuri për grupet e të rive të LRBSH-s, për Prishtinë. Që do të thotë? Ka qenë grupet të rive në kuadër të Komitetit të Prishtinës. Të lidhjes? Të LRBSH-s, të lidhjes revolucionare për Bashkinë Shqiptare. Për hir të vërtetës, si vjetër shënu 60 vjetore LRBSH-s, kanë qenë 6 komitete. I Prishtinës, i Mitrovicës, i Pejës, i Gjakovës, i Gjilandit, i Shkupit dhe për mrekulli, edhe Istanbulit. Lidhja revolucionare Bashkinë Shqiptare ka pas përfaqësinë atje, pse duhet më komunikimi. Kush ishte për Prishtinë? Ishte njerëz për Prishtinën, ishte Xhafer Mamugjiku, për Mitrovicën ishte Zesër Rëvala, për Gjakovën ishte Kadri Kosari, për Pejën ishte Ramadan Shala, për Gjilanit ishte Recep Elmazi, për Stambollin ishte Niazi Straja. Para pak kohësh ka vdek. Ishin komitete, si mas ndeshjes. Faktikisht tash thonë degën. E Prishtina, si qendër që ishte, kishte 2 komitete, 2 grupe të rive. Njën e u thështe Helmira Kovica, një djalë shumë i mirë, që du ku burgos me rasin e burgos Adem Demaqit, ku burgosin Qina vetë, tjetën e u thështe Abdullahu. Dhe faktikisht, matë burgosit të Abdullahu, ta në u bashkum qika dhe djelë, edhe ne vazhdum të ngritim përsëri flamojt, shkruj parola, derisa herë Korejku burgosa dhe në me shoku. Në pikat shkurta, ajo në subjekti i ngjarjes me rastin e burgosjes tonë, dhe publiku të intereson. Një mitur, me një moshë dhe me thonë 18 vjetë, arrestohet. Qysh ka ndodha ajo dhe qysh ka ndikut të ti që e mënyrë e manifestimit të kundërshtimit juj me burgosje? Sabri është burgos një të ndit me Adem Demaqin, me shumë burra. Në 8 qershor, mu mas një 2 mujve erdhen dhe hetus, thanë, se ke patë Sabri mas jërë burgos, që kom vëlla as njëherë, së mleshin. Tha, ki qef me patë, sigurisht. Morën në komë, edhe Sabri në kam pas lidhën pranga. Kure burgosën, jam urë fotografinë Skenderbejot, që në 64-ën me pas të fotografi Skenderbejot në murë kohën live. Bele, kure kanë gjitë pranga Sabriut, se të e ka pas krave, tak nona ili kur afru me e përshafue, se u përshafue keve djallin. Këne morën vesh që për burgos në Adem Demaqin, nona ka pas me zhik që përshafue me Sabrin, se s'mujtë e përshafue se këtë duhet e lidhni. Nose kësh 20 vjeq. Nona ka pas një shprehi në burgos që këna pas, një lutje ka pas gjithë, në dorë të Zotit, edhe më këthesh faqe bardhë. Jo veç në dorë të Zotit, po më këthy faqe bardhë. Ka qenë amanet, porosi, jo veç e nonës time. Edhe, kur dulë të gjamia Qarshis, unë alë një gjep me shpejtësi, murën, a faktikisht i kanë koordinua dhe ishte takimi i parë me udhbën. Nuk ishte, du me thonë, në arsyja për me pati? Jo, asë më laç fare. Dhe ta problemi kryesor ishte me spjegu une që ka di për Skenderbejon. Unë nuk disha kur gjëheq. Edhe, faktikisht, fillun do tortura, fillun do kërcënime, fillun do shantazhime, majtën pak muj, edhe ma thënë vendimin përjashtohesh nga të gjitha shkollat në territorin e Jugosllavisë për të gjitha kohëllat. Në Greqiana, mas ndryshimit që u bënë në vitin 1966, Gjevdet Hamza ishte sekretar i punëve të mbrëmshme. Shkum se drejtori për i thomë, po kthehen në për shkolla, e në kështu përjashtu këllat. Veç klasën ti me 7 në përjashtu. Tha shkotën gjykatën supreme. Gjykatën supreme ishte një burë, si ku ushi, po shumë frikacak. Tha ndashi mu këthy, tha asë më shkani, Jusuf Shushka ishte për arsim komunë Prishtinës, më shkani kërkon. Ndashi mu këthy në shkollë, shkani te Gjevdet Hamza. Shkani te Gjevdet Hamza. Gjevdet Hamza ishte sekretari punëve të mbrëmshme. Kam gullum, s'ta prandesh. Është i takimi të mërshëm. Shumë i dhemshëm. Dhe hec, puna, mas një kohë lirohesh, po i paratshëm, sho që jam, vazhdimisht në aktivitet, në veprimtari, dhe shumë shpejt vjen viti 68, rjedhat. Cili është shpjegimi joti më të tjeshëm tani, me aktivitetin tonë, me jetën tonë dhe me veprimtarin tonë? Esenca e aktivitet ka qenë pikrisht kjo grupe që metën edhe ta burgosën ka mbetë.
Adel Pereu, Osmandu Moshi, Ilat Pereu, kanë pa burgosën 64-ën, që kishëm na shok. Ata metën edhe na faktikisht e kena mëkue, e kena kultivu këtë mbi shoqëri, dhe kore viti 1968, ishte një viti veçantë, shumë i veçantë. Për masa botërore, jugoslave dhe shqiptare. Për masa botërore, i kom letë të dromca, dhe më ka dalë vetë shumë i veçantë. Në vitin 1968, që do t'i kushtojnë karrierë ma vonë Clintonit, ja gjenë kundërshtarët e ti normal, në civilin e ti kish pas që ka bërë demonstrata me Martin Luther Kingun dhe me shumë të tjerë, mësë me shku në luftarë në Amerikë. Edhe s'ka shku. Clinton nuk ka shku në Vietnam. Në Londër, shumë që di, kom grumbullu një di këto informata pjesë, ishte Tony Blair, në krye demonstratave. Ishte në Gjermani, Joschka Fischer. Kjo mund të jetë koincidencë që vlen të studiohet. Në Spanjë ishte Javier Solana. Grumbullu ata 4 lider botëror. Rëndësia tyne Me të tjesh. Mos përko. Dhe në Francë ishte karakteristik shkrimtari, filozofi dhe Belagjia, ka qenë i të majtës liberale, Jean-Paul Sartre. Edhe në Serbi u banën, edhe në Kroaci u banën. Bile ka qenë ideja me përkra edhe në studentët, se këto s'kishtë në universitet atëre, me përkra demonstratat. Ka qenë ideja. Po kur murën vesh qëllimit e tyne, faktikisht jo të manipulohëm, do se në Zagreb e Beograd, 68 nuk ka pas kërkesa politike, ka qenë 99% sociale, burse ma shumë, kredine ma shumë, përvërësimi kushteve në studente, largimi do profesorve. Kurse nda këshëm kërkesa tjera. Vitin 1968, në kretë Jugoslavin ka qenë formuar 6 republika, 2 krahinat, komisionet për ndryshimit kushtëtare. Kosovë ka udhëheq Fadil Hoxha dhe ishte kryetari i kuvendit. Për herë të parë o kërkua republika, o kërkua vetëvendosja, o kërkua pekuj për krejt udhëheqësave të Kosovës. Unë e di që këmu kritikue, se ti po më gusë e unë po flasë. Po e këmë thonë edhe ndonjëherë tjetër. Duhet theksohet rëndësia e politikanëve të kohës. Ata kërkojnë Republikën e Kosovës. Kishte në mesin e tyne nivele shumë nalta, kërë prokuror. Po më do këtë në Amerikë është i 4 në hierarki. Është presidenti, zavensi, sekretari edhe prokurori. Prokuror e kërkojnë Republikën e Kosovës. E ko formë shkrume. Si kur të na, Rezak Shala vjalla. Për Rezak Shalën në kom fjallën. Për Rezak Shalën. Kërkon kryetari i gjyqës suprem të Kosovës. Ramadan Vraniqi. Ata dytë ishin në thesat më të lartë të judikaturës, edhe ishin jo antarë të komitetit krajnor, antarë të kryesisë komitetit krajnor. Duhet të vlerësohen. Na ishim në organizim demonstratave. Po hala nuk e kishim guximin. Intelektualët e kohës. Kush? Ali Hadri. Kush? Kalmen Zajmi. Kush? Femi Agani. Kush? Plot e plot të tjerë. Sëra Popovci, masa ne i bëni dërshkarje ma vëshme, ka qenë shumë. Mark Krasniqi, i kom të gjitha në arkivin tim, për jove që unë kuptot, kanë kërkuar Republikën e Kosovës. Po për një moment, na do të pa 2 misione, veç kësa mja kushtue, pa do të shkurtoj, faktikisht, u heshtën, ko pati ta kemi Fadil Hoxhën. Cilim vetë? Të caktu mu taku, e shqivshku mu taku. Kisha nevoj me ma dhonë një sërim, kur shova librin për demonstratat. Andër prej për nivellit Kosovës, diskutimet, andër prej për nivellit Serbisë, a nivellit Jugoslavisë. Po për dresh... Për cila demonstrata? Gjithë për 68-ën. Gjithë një për 68-ën. Gjithë për 68-ën. Kër e shrovën 92-ën për 68-ën librin, unë caktova termin më taku me Fadil Hoxhën, mes një djallit, që më letë 3%. E kishtë thonë si këna ma me Vahidin pensionin hala, ma thna i dite. Ashtë po flasim për vitet mas 93-4, po të më dati Fadil Hoxha. Këto është me kompletu librin. Kisha nevoj. Kushe, se unë ndërprej, se faktikisht Republika Kosovës gati ishte në prakt realitetit. Teza e Titos, Serbia e dopt Jugoslavia fort, kjo ishte vërtet. E Tito e dënë të dabënde me Kardel dhe Bakarishin, kuptot, Serbinë e dopt, me 2 republika, Kosovën dhe Vojvodinën, u botë të... Dhe kjo ndërprej. E tash, kër na vjenime informata nga dora par, për profesor Ismail Dumoshit, një personalitet i shuar, për strukturave
është hesha. Pse? E kishte aty Azem Shkrelin, kishte Rahman Dedajn, kolegët shkollës që i kishte pasur. Ata ishte antarët komitetit. Profesori ishte më kush ka qenë antar i partisë, po kishte lidhje edhe me Gazmin Zajmin, ose ndërprej. Edhe intelektualëve thotë, ju kam shel goja, tash është koha për demonstrata. Na vetë kishim punu. Dhe faktikisht na kemi bën ja 3 muaj organizim dhe u bën demonstrata edhe pa dijen tonë, që shumë mirë u bë, në prizren të parat, në Pej, në Tiranë dhe kulmoj në Prishtinë, Podjevë, Ferizaj, Gjilat. Dhe për mrekullinë e situatës, ndodhen të Tetovë. Në dhe to, dëmëhon, në atë vetë ka ndodhë 8 demonstrata në hapësira shqiptare, krye kërkesë ka qenë vetë vendosja dhe Republika Kosovës. A ka një ideolog dhe një ekzekutus ose një njeri kryesor që mund të atribuohen, fjala vjen organizimit demonstratave vitit 1968. Pyetjen për e bëj për shkak publiku. Nëse kishte ideator, se tash është koha të bëni demonstrata, do se na si shokë shumë organizuar me mutet tonë, pa kur fa dyshim ideator ishte profesor Ismail Dumoshi. Për orientimin politik, se ne nuk kishim program, sikur Liri Bësheja, sikur partitë më avonshme, po program ishte fjalimi dhe 50 pankarta. Ka qenë programi politik. Programi politik që i ka dhënë vull, ka qenë veprimtarja e njohur, Hyria Hana, mike e ngusht e bie Vokshit. Edhe të gjitha informata që i ka marrë Hyria për bie Vokshit, të më ka përcjell mu, që e keni këtë informacion, vonë këna marrë vesh, ato i kështë marrë pikrisht nga Enver Hoxha. Pse? Bie Vokshit, baba i Mendorakot, e shumë prit dhe dëshmore, e dim, nuk ka kufar sekreti, të Enver Hoxha ka shku patrokit heq në shpi. Kur shumë kujtimet e vete në Xhmia Hoxha, mas qërimit Kosovës, thot Enveri për demonstratë të vitit 1968 ka pa dilema. Disa miq dhe shok në veli për Kosovës, nuk përmendet bie Vokshi, thot Enveri ka pas edhe dilema. Shqiptarët e Republikën e vetë kanë, shqiptarët e Kosovës dhe visit tjerë shqiptare, nëse bojnë diçka, do të bashkohen me në Shqipëri, po jo Republika e dytë. E vërteta historike është kjo. Dhe ne në demonstratë e 68-s është rujta e fjalim në arkivin e Kosovës, edhe kopin koptot, nuk përmend fjalë Republikë. Bile Emini Bakalli në historianë në një grue shumë e përkushtume. E ndjera tash. Po thëmë dhe, shumë e përkushtume, kër e kom bon një diskutim, thot, sa ti në Mosela, thot, mas i ke qenë organizim, unë nuk di, unë kom mojtë ligjerata, se 68-ën keni kërku Republikën e Kosovës. Republikën e kemi kërku, po në fjalim që është rujtë, kërkom vetëvendosje, edhe në parolat, pankartat 50, nuk përmend fjallë Republikë. Pse? Bo ma kitë që shkon me në vitë, pse s'ka qenë Republika 68-ën, edhe në sqarim për opinionin. Për herë parë, në historinë e Kosovës, mas 1945-ës, po kërkohej Republika. Gjithë një është kërku bashkim kombëtar. Ne si tri që ishim Axhami, nuk gëzojshme me ranë në kërkesat e bashkimit kombëtar. E vetëvendosja në kuptonte edhe bashkimin, edhe Republikën, edhe bashkëtesën mes Jugosllavisë e Republikë, nuk kena gëzohet. E dyta, nuk kena pas pëlqimin që thash në mënyrë indirekte të Shqipërisë dhe fundit, na që ishim në organizim të 68-s, ishim në vijën e Liri Bëshës Hadim Demoqit. E përmendet heroinën në zonën e madhe Hyria Hana, e cila me të vërtet është një figurë e ndritshme jona dhe për publikun për me plotësu si informacion një kohë bashkëshorte e patriotit të madh Ali Boletini, ka pas disa vrejtje, më ke thonë në bashkëbisedimin tonë para intervistës, rrëth disa parullave dhe ajo ju ka dhonë disa sugjerime ju që ka me brohërit, që ka me shkru, që ka me hjek dhe që ka me theksu. A mund është për publikun, në base këto janë edhe e zojnë kureshtjen shumicës të publikut se nuk i kem shoq të njoftuna bashkë mirë krejt këto, si me thonë, materje edhe qysh kanë hecë. Fjala vjen, nuk keni
Ajo s'ka lejue me madhështu figurën e Enver Hoxhës, ose me nënçmu figurën e Fadil Hoxhës, që është shumë interesant. Cili është shpjegimi? Vërtet është kjo, që po thonë, jo është vërtet. Edhe fundit, na kemi qenë 3 shokë që bënim koordinimin mes shtab fjale madhe, shtab të organizimit, po çaj grup, çka ishim 9 shokë. Osman Dëmoshi bisedonte me akademikun, jo formal shumë, ishte akademik në gjitha parametrat. Kadri Halimi, një personalitet i shquar, tjetër shokë jonë ka qenë Hasan Dërmaku, me një personalitet pashtu të kohës, 3 herë dënuar politikisht, heroi Kosovës, me Metush Kasniqin, mu më rafatin, ndoshta me propozimin tim se kishte një relacion. E Sabriu kishte shumë, me hyrje hanë. Takimin e fundit këto që po i thoni ka qenë. Edhe më ka pas thonë, mos e shëno, po majnë men. Unë deshte me shënu, tha jo, se gruaj ilegales. Mos bërhoretni, as mos e shuni parolën rënoft e Enver Hoxha. Kë kish ditë, se Verdi ka thonë, mos të përmenin emnin tem. Këto më vonë në marrë veshqish në fotografinë e Kodioni. Kjo ishte, ajo biseda, mund të thëmë më rëndësishme që bu, 3 ditë para se me i marrë vendimin definitiv që është marrë, rast që është mund që i ndryshim, her shpitime, her shpiton, her për ndra pra këtë udbës. Shpitime është marrë kjo mbledhje. Më shkru një parolë dhe më të proherit një poshtë Fadil Hoxha. Andaj kështë pregatitën atë punë. Më shkru një Republikën e Kosovës. Kërkën një vetë vendosje. Parolat e shkrume dhe broherit një poshtë Velideva, poshtë Misha Sekuloviqi, zames i ti. Kërkën një bashkimin e vitësve shqiptarë me Kosovën. Kërkën një lirimin e burgosë të politikë. Kërkën një Universitet e Prishtinës. Qashtë të vërteta shumë këto edhe na i kështë mendu. Kërkën një lirimin e burgosë të politikë. Për herë parë, Ministri i Shtetit në ndonë 1968 është bërhorit emni i Adem Demaqit publikisht. Jo që Adem Demaqit, edhe disa personalitetet tjera. Dhe në këtë kohë Ademi ishte në burg. Burgun e dytë e mande faktikisht, 15 vjetë, kur ma vonë do dhe ndohemi bashkë edhe 15 vjetë të tjera, po e pyetët decisivisht, do të thomë, nëse ishte edhe ishte ideator i demonstratave, faktikisht orientues, programor ishte hyrja jonë. Cilat sipas teje janë dobit ose rezultatet që janë ndje jetën e përditshme mas demonstratave vitit 68, jashta shpirtit e ushqimit patriotike, mbushjes e vujtjeve t'juja e burgosit, po çka ka ndodhur mas 68-s, fjala vjen si rezultat i demonstratave o arrit diçka, çka publiku të intereson. Unë besoj produkti drejt për drejt është Universiteti i Prishtinës. Universiteti i Prishtinës. Profesor Qoqi ja thotë, mos ishin demonstratë vitit 1968, ndoshta 10 vjet, 15 vjet, nuk do të ishte Universiteti i Prishtinës. I kam thonë profesor, shumë profesor janë ato vjet, se kish lëviz. Po nëse kemi arrit, se demonstratat nuk i bojnë organizatorët, si bojnë unë ti si organizator, i bojnë demonstruesit. Demonstruesit janë vrarë, demonstruesit janë plagosë, demonstruesit janë sakatosë. Ma këna maj ka 4-5 jetë burë së bënë nomi. Unë kur farë aktivitetin demonstratës këmë bëjë heq. Një gure këmë gjujtë në kovend, edhe kaq, durët në gjepa. Kur pa thënë durët në gjepa, që ka me bëjë, si me bëjë, ka me shmute. Demonstratë i bëjnë demonstruesit. Vërteto, po me gjitha te, transition janë ata kush që ndrojnë masë dhe kush që unë dhe përën si nuk po fla, po demonstrata, pa demonstrues, s'ka demonstratë. Pa ushtarë, s'ka luftë. Komandantet e ushtare bojnë. Merita është e demonstruese. Prandaj kom thonë, nëse për një vit kemi arrit me demonstrata të gjithë bashkët, ta shpejtojmë universitetin, nuk i të ide çfarë këtësi na kena pas. Kur dënum ka 5 vjet, ishim në përbuzhe kur themelu universiteti. Ishte ndoshta lajmi më i gëzueshëm që kishte pas deri atëherë. Ta kishte ti universitetin e Prishtinës. Ende s'ka qenë e themelum fakulteti i mjekësisë. Në vigjilet të themelimit të universitetit Marra Krasniqi thotë, si vjet në Jugosllavi janë regjistruar 2200 studentë në fakultetin e mjekësisë. Një shqiptar ka arritur të regjistrojë mjekësi në Universitetin e Beogradit, e shef. Dhe jo rastisht administron ka thonë, ju mbledhëm pushtë e ja u dham tenkat. 55.000 studentë. E thotë Lazar Kolishevski, një fashist modern, ishte antar kryesisë i Jugosllavisë.
thot në vitin 1981, Universiteti i Prishtinës i kishte 50.000 student, kurse Universiteti i Tiranës kishte 38.000 student. Universiteti i Prishtinës, që nga themelimi, Kolishevski thot, apajtosh, plotësisht, është shndruar në bastion të nacionalizmit, iridentizmit dhe separatizmit shqiptar. Është vërtet është. Prandaj, po të kishte vetëm këtë punë, unë jam i sigurt që edhe shtimi i numrit të punëtorëve, të inkuadruar nga rreth shqiptarëve, mas themelimit ardhja masovike e profesorëve eminent, sa në Shamburgun dhe pare dytë, si kom pa nga afër. Unë besoj që ti ke pa me kolegë këtu. Mbusheshin sallat me kur vishin ligjëruesit nga Tirana, Androkli Kosallari, Eqrem Çabedi, mbusheshin. Ardhja 200 sa profesorëve eminent. Çdo njëri ka një libër e ka prunë dorë, po e thon figurativisht, nga një e ka prunë ndër tjetër. Ndikimi i universitetit, unë besoj që është një pikë. Jam i sigurt, shumë i sigurt. Në ndërkohë, reaktivizimi i Institutit Albanologjik, që ishte bërë pak më herët, themelimi i Akademisë së Shkencës, nuk po e them se ka qenë rezultat, po ju ka ndihmu proceseve. Dhe, për herë parë, e kom për qefe. Kër thot Adnan Merovsi, nuk du të themon, e s'ka thonë aj. E thot Rambuja. Demonstratët e vitit 1968 e kanë legalizu kërkesën për Republikën e Kosovës. E kanë legalizu. Në fakt edhe ka qenë lëvizje. Era parë në historinë e Kosovës që kërkohet publikisht. Pastaj, jemi sigurt, edhe kushtetuta vitit 1974, në një farë mënyrë, sikur u shpejtu, unë jemi sigurt që demonstratët e gjatë të tetës e ka vlejtë, me këqardhja thomë, edhe një djalë që ka vdekë në dorën time, ku marrësh, kur jam dalë, që ka qenë marat në metë, se kom ditë, edhe mbi 30 sa të plagoshën, e mbi 100 sa Vjetburg, e ka vletë. Dhe në këtë periudhë, vitin 1968 ka qenë vit edhe i vlimeve, edhe i mbushjes, le themi, në thojë ashtu të kupës, edhe në lëvizjet evropiane, dhe më thonë. I dim manifestimet Çekoslovaki me studentin Jan Palla e tjera që nga kontesti dhe nga kjo distancë kohore tani shihen se to rryma dhe komunikojnë edhe pa lidhje galvanike, le të themi, ku ka qenë Evropa e Çekoslovakia, ku ka qenë fjala vjen Kosova, Shqipëria. Dhe ti burgosh në vitin 68, becim matutje si rezultat vjen, si që përmend ju kushtetuta 74, që mendoj që është një arritje kogja e madhe me gjitha ato që dihen tani mo edhe për publikun. Dhe pas burgut prap miku im, shoqe im Selatino Osella, apet sërren, rahat, sërren, dhe anë miki Sërbis tanë kohën me familje, me jetë, me krejt, me vetëm të ri. Dhe vitin 80 izolohet dhe mbahet në burgjet sërbe për një kohë. As mjaftun tash demonstratat 68 dhe viti 74 dhe kushtetuta, po tani prap kushtje të rinia, studentat, cili është përshkrimi jut i ngjarjeve të vitit 1981. Ma kujtove me Jan Pallahën në një moment familjar. Kur flas për anëtarët e familjes, unë faktikisht flas që njeh më shumë, po flas për veprimtar. Është rasti i Jan Pallahut, na kena pas simbol 68. Motra ime e mrekullueshme, e madhe, Iqbale, e kishte 17 vjeç atëherë. Unë kisha qenë në legalitet një 2 muaj, sa brymë të dalë në Shqipni. O, vëlla jam s'po du. E kom afrimin, e kom gjelën, e kom kret, shok, Osman Domosh, Elat Perejat. Nuk dana për tyne. Akuza ishte del 12 Vjetburg, po i marrëm për 12 Vjetburg, me pati mia studentë e demonstruesi qytetar, po ka qenë ëndra jona. Ka 12, ka 20, ka në legal, me dojti publikisht, po ishte ngjarje. Motra jam e vogël, e kish nikit lajm, e pa imagjinueshme. E ka gjithë gitaristin më të njoft në Kosovë. Në New York është, thonë tjerë, ose marrë vesh, dikon në të rangën e parë, dheqet parë. Virtuoz, gjithë gitarist. Tavolant me Metin, po dalë të motra ime të Jan Pallahu. Unë kësha vendosë më dorëzu. Shokët e mi këtë Shimburgos, 68-ën. Edhe për një ka i thëtë nonës Naili. Nonë Naili kena pas nonë, që kur çdo fëmijë që ka nonë më të mirë në botë, më edhe kena pas shoqet mëqme, e kena pas mësuese. Po thëtë nonë, thëtë, unë do ko me dalë me blej një shishe me benzin, ku shitet,
ku me dalë para teatrit krahinor, ku me e ly vetën, edhe ku me shkruhet një letër. Unë po kallna, ku mu djeg, se jam pallahu, pse qika jemi që ka të ranë men, në trishtu. Se fëmija thile e bojnë, tha melë shu pe burgu, tha shok të bacit. Ish helmue, edhe jo beneve. Prandaj, miko jem atë në Rovci që më thasë të dogë bolë. Doktor Gjedi Bilali, miki nguti Arbër Gjaferit, një miki jem i burgut. I gjeneratës partë të fakultetit të mjekësi që përmenëm. Burë të Zharevësit, për i thomë, bolë bre, o doktor, bolë. Cilin vetë? Vitin 1977. Tash ishë në burgun e tretë. Tash i në lodhë bre, pilom. Tha, po dhe mire ki jolla, tha, ti e martu, ki e djallë në qikën, o që martu hala, thash, ose po dalëm jashtë. Që bolë, po fletë shoku me shok. Shqipni, thoi, nuk po fletë me dorën zemrë, me zemrë në dorë. Që nuk ishë kjo bisit bashkë letë. Mi thonë, bolë i në lodhë, se të lodhë, në plazh me netë shumë lodhësh. Edhe dhe që ka po më thatë, po du me dalë as të dogë balë. E lypi, sërbisht e kish, anatomin, në konë 1500 faqe, ma citoj latinisht e përkthej Shqip. Nga thas latinu thilla. Një numër i smunjëve po të citoj Shqip. Jënë e kanë virusin të thilë, për cilë dhe shërim s'ka. Pëlqej, ki me vdek me qëtë. Na jemi të infektu me virusin e adhe dashurisë. Mosë mundë me ikë. E fort, a? Po. Se nuk mundë me ikë për virus të adhe dashurisë. Adhe dashuria është një ndjenjë, nuk shpjegohet, nuk komentohet, nuk analizohet, vetëm përjetohet. Prandaj burgjet kanë ardhur pse erdhi koha. Dhe po kalojmë të vitin 1981. Cili është shpjegimi jot për këtu ngjarje? 81. Po. Për 81 ishte, të thonë figurativisht, rezultat i 3 faktorëve. Ishte ngrit vedia. Tash më kësha një bredh pak ma tjetër. Kësha bredhi i Kadrizekës, kësha bredhi i Recep Malës, kësha bredhi i Dodjelve që nuk pajtoheshin me i shkrua 4-5 parola e me gjithë se flamoj. Po mija e mija parola, pankarta i shpërndashen në të gjitha minierat e Kosovës. Jo rastësisht. I shpërndashen në për gjitha fakultetet e Prishtinës. Parola shumë përbajtësore. E këshin dhe në gazetën Zëri Kosovës, revistë Zëri Kosovës. E këshin shkrue një doracak, qëndrimi para burgut, gjatë hetimeve, gjatë gjykimeve e gjatë mbajtjes. Faktikisht, tash, ky faktori parë ishte që ishë ngrit vedia. Nuk ishë mjaftu e mo. E dyta, nëse thonë vërtetën historike, distancën kohore kemë. Dikimi i Radio Kuksit edhe Radio Tiranës. E ka thonë dikush e kanë marru Kinezd edhe rrës për nevojt e tyne. Bolmira kanë bobre në ashtë, po është shizdumë se ndaj fjalimet, emisionet, për shqiptarët jashtë atë dhejot, për çdo personalitet, për çdo ngjarje historike, për çdo histori. S'pakon nga lidhja për drejtit, na kena mësuar nga Radio Tirana, e kena mësuar nga Radio Kukse. Momenti i tretë, që shumë më rëndësi, po flasëm për Tetenishin, ishte Adem Demaçi kishte dëshmu me 3 gjykimet e tij, edhe 58, edhe 64, edhe 75, me qëndrimin e tij, jo veç tij, edhe shokëve tjerë, ke dëshmue se nuk bën dalje. I bindon se çdo deklarate që i ka dhënë, dënim e ka uzë ka pas për përshkatim, është për cjellë, të rinia. Rinia është forca motorike, shpirti i lëvizjeve ardhetare. Pa lëvizje studentore, pa lëvizje të rinit, në botë nuk ka kur gjajse. Dhe faktikisht tash Tetenishi vjen si produkt i këtyre 3 faktorëve, pra ngritja e dijes, ndikimi nga Shqipëria dhe misionin që kërkoi Adem Demaçi. Viti 1981, lumë është që e ka pa. Sot thëmë që ka bo diçka, sot Tetenishi nuk më bo kur gjë heq. 75 përsërisht ai procesi i njoftun, ku dënu me Adem Demaçin, ai 15, Recep Mala 12, Skënder Kastrati 12, Osman Domoshi, unë veç 7 vjetë u denova, 19 kemi qenë. Amo Tetenishi thash vjen dhe si produkt edhe organizatave tjera, edhe grupeve tjera, edhe ndikimi i diasporës, mos harrojmë. Sa gazeta nga jashtë, sa shkrimi nga jashtë. Prandaj Tetenishi ishte ai momenti kur vërtet duhej
thoj ajo joja e fortë. Dhe e thot me Tajrizi, ty fol për 81-shin, se vit ishte aty 15-19. Thot udhëheqësia e Kosovës, e Serbisë dhe Jugosllavisë, thot, bërë vitin 1981 gabim të madh. Nuk e nuhati momentin historik për ta qetësuar rajonin dhe për t'i dhënë shqiptarëve Republikën e Kosovës. Dhe nga ajo ditë, me të drejtë, shqiptarët mund të vriteshin, shqiptarët mund të burgoseshin, po shqiptarët e ka kaluar Rubikonin dhe më mbrapa nuk ka. Dhe kjo është e vërtetë. Mas vitit 1981, çdo se ka t'u rrit, t'u shtu, t'u begatu, dhe i rrugë që këja. Se flasim për 68-ën dhe përmendëm flamurin, dhe përmendëm mandej 74-ën kushtetutën, burgosin e juj, procesin e Adem Demasit, prapë si që tha. Dhe në 68-ën i përmendëm edhe dobit, le të themi, dhe heci pat një periudë, me thonë 74-80, se 75-80, me thonë një farë, nështë është fjallë e madhe, po letë më lejohet për shkak të qumjes të ides dhe i skaj. Pse jo dhe një farë i lindje e dytë të shqiptarëve, ku fillun shqiptarët me të vërtet këto benefite tani që vinin, si që ishte pasaporti për televizor në botë, për të shkolluar, komunikimet me Shqipëri, ardhja profesorëve, vizitat, u intensifikua shumë ky bashkëpunim. Ka dhe zëra që çështjen e lëvizjes të Eltenishit e atribojnë edhe me një dimenzion demokratik, ty thonë që u prish edhe u këput kjo vije hecjes në një mënyrë përpara ku kishin marrë në realizim të disa, le të themi, gjanave dhe ma tjera po mos tishin, sepse Eltenishin ndodhi, mandej filloi segregacioni, filloi krejt ato lëvizjet e serbëve, diskriminimi i shqiptarëve deri në vitin 1989, kur edhe u abrogua kushtetuta me dhunë, me tankë, se u vranë shqiptarët e krejt. Nga ky dimenzion, a mund është diçka me shkëqit edhe çka është mendimi jot rreth kësaj, ose vlerësimi jot rreth kësaj? Unë, këto që i thot, nuk du t'i përsëriti, pajtona, edhe ma shumë se kaq. Historiografia shqiptare, s'po thome që Kosovës, unë nuk jom historian. Ko pa të vrejtë për miqëve të mirë, po i thekson shumë vitet e dhe vitin 81. Ndash me shkru historinë, mas keqe që do të shkruash, ke po kast, shkruje bardhëzi. Do të flasësh për personalitetet kohës, historike, politike, shkencore, ideologjike. Shkruj bardhëzi. S'ka histori më të keqe. Distanca historike, sidomos ata të cilët ishim, pak a shumë, ishim dikun për të bërë diçka, se gjithë shka kam bo veç dëshmorët. Adem dhe ma që thejke, o, mondi bërëbas, kom bo, po s'pa fond. Qa kom bo, jo mundu, me juve krejt, veç dëshmorët e kam bo krejt. Prandaj na që ishim dikun për të bërë diçka. Vitit, sidomos 1968, posaçërisht 1974, 1981, duhet me pas mas pari të përdor një fjalë që takon një intelektuali edhe një veprimtari, me pas njerëzillëk, me pas korrektes, me pas mendje kritike, me rujt pak në nivel. Veprimet politike të arritjet e Kosovës që janë bërë gjatë kësaj kohe, ku një numër i madh, shumë i madh, ishim dhe për burgje. E thot Hoshimini, një personalitet botëror, një ditë në burg, sa një shekull në liri. Ngoti, një ditë në burg. Çka mu tek një ditë, s'ka fort vak, po i bona dhe farë logarisht voglesh aty, 2 muaj, 7 muaj, 4 vjet, 5 vjet, interesant du një numër e romna kësum. Një. I kësha majtë 119 muaj burg, që shokët timi kanë majtë shumë a shumë. O, është të vërtet, që nuk ishte bashkë qash lulli, bashkë qash, po këto vite, u formuan institucionet që e bën shteti Kosovës. Ndash merret pare, ndash mramin, ndash ku të bjen med. U themelua Banka Kosovës për bankosi, po shoh që jam. Po krajinet edhe opshtinat nuk kanë bankë, ka shteti. Ka të komunizëm po flasë. Bankos, u themelua Akademia e Shkencave, ku jem na këtu ka qenë. U rrithemelun institucionet, edhe historisë, edhe albanologjik, u reaktivizuar. U rrit masovikisht numri i njerëzve të ishin në udhëheqjet të gjitha institucionet, me qeveri, me parti, me polici, me UD, s'po flas për arsye me shkencë e kulturë.
Vindi Ansambli Shtetëror i Tiranës, unë në gazetë e lexojsha. Kom 10.000 vetë në stadionin e Prishtinën, jo një fshat mirën ku janë se shumë nuk janë gjallë, u theshnin këngë e valle. Çka donin? Këndonin. Po veç Kjo është ngjarje. këtë rrjedh edhe këtë ecuri e ndërpren demonstratat e vitit 1981. E ndërpren. E tash, ka hala zëra, fatkeqësisht, një prej tyre është edhe i burgosi politik, Azem Vllaçi, i cili blen në një takim kishim aktivitete zyrtare, në Grand Mashlirimi dikon 2002-2003, është interesant në bisedë me Azemin. Thot, isha kryetar atëherë i shoqatës, thot, a moj me marrë librezën në më bë antar i shoqatës burgosi politik. Bisedë që do të më majtën merë. Azem Vllaçi, me një biografi çfarë kishte, e një vetën mirë më bë antar i shoqatës burgosi politik, po kishte lajm i mirë. Thash Azem po. Kur e kena aprovu statutin, bën në degresion. Kur e kena aprovu statutin në Kuvendin e parë vitit 1996 shoqatës, e kemi cek të gjitha ata që kanë vepruar këtë përkohë, mund t'i dikush tha, kjo po bie që edhe Azem Vllaçi mund me kon, 96, po mund. E pa ta fjalën. Azem Vllaçi deri vonë ka pas këtë qëndrim. Jo më sigurt që ka edhe sot, po jo veç Azemi. Ne dëshëm ta bëjmë Republikën e Kosovës me këta, po ata që kanë ndikimin e Enver Hoxhës, Partisë Punës dhe Shqipërisë, pra komunistat, marksistë leninistat, e përshpejtuan dhe ndërpretën çdo proces. Ky është një konstatim mas pari historik. Është jo qëndrueshëm dhe është mënyra më e keqe për të arsyetuar ato që unë i theksova, jo veç unë, vitet 80, vitet 70-80. E vërteta është kjo. E ka thonë historian i Tiranës, në debat me Azem Vllaçin. Thot, kolegu im, miku im Azemi, në debat televiziv, thot, mendon sikur sërbët në Beograd, atëherë dhe tash. Me një ndajshtim. Ata flasin sërbisht ky shqip. E thot, ta një fjali që se kësha dit. Nuk ka shumë e rëndësi në ngjarje historike. Cila do të qoftë ajo? Pra të nishim, çfarë pasojë ka pas. Patjetërisht. Sa njerëz janë burgos, sa njerëz janë vrarë, çfarë pasojë kalon. Me rëndësi për historinë është një. Çfarë procese historike kanë hapa të ngjarje? Kjo është e vërteta, miku jam i mirë. Proceset historike që i kanë hapë vitin 1981 është e paimagjinueshme liria e Kosovës pa të etnishëm. Heroizëm individual, grupor, edhe heroizëm kolektiv ka dallim shumë të madh. Në vitin 1981 është tregu heroizëm kolektiv. Unë s'kam qenë organizim, një burgos për to pak kodione. Tek kur e kurshu librin për dëshmorët e 81-shit e kom pa nga afër. I kisha pa edhe 1, 2, 3 prill këto. Masovizimi, masoviteti, punëtorët, e të gjitha strukturave, me mrekullin edhe me pa, me helmeta. Dhe gradualisht, mas të 81-shit, ajo periudhë shumë e pakëndshme për popullin shqiptar, segregacion gjithandej, protestat mëdha, vrasje, burgosje, protestat e minatorëve, ndrimet kushtetuese, miratimi i kushtetutës së re ku Kosova humbi autonominë, prej shqiptarëve ndodhi ajo. Si mundesh me shpjegu dhe cili është shpjegimi jot për krejt tani le të themi këtë dekadë 89-90 deri në ecurinë e pluralitetit, mandej politik të lejuar si rezultati i frymës evropiane në përgjithësi edhe në nivel rënimit murit Berlinit e tjera. Çka është shpjegimi, komenti yt edhe përshkrimi yt për këtë periudhë deri në vitin 90? Një decenje faktikisht, 81-89 ishin ditët e rënda për Kosovën, shumë e rënda. Ishin shumë, nëse do procese që ishin nis, ishin ndërprerë të vërtet, po e thot, një mik jam i mirë, e shumë tjerëve, General Kudusi Lama. Nëse thot në vitin 1968, populli shqiptar i Kosovës kërkuan Republikën e Kosovës, në vitin 1981 dolën për ta pushtuar lirinë. Si kësha një kishprej, me pushtu lirinë, e fort. Po e ndajshtoj, as parol, as kërkes, as transparent, mëse pas demonstratat,
Jo katundet e mëdha, po katundet vogla ka pas, s'po flasën për qytetet e kohë. Faktikisht, demonstratet e Nishit ka qenë një referendum, me një parolë, programore, esenciale. Republikë, kushtetut, ja me hatër, ja me luft. Kjo ishte ajo. Dhe faktikisht, Serbia e kapi, ti mund ta kritikosh, mund ta sharë, po edhe mund ta urresh, po ti veç ke dëshmin e dobësisë tënde, çdo pikpamje. Serbia ishte shtet i organizuar, shumë i organizuar. Jugoslavia ishte shtet i organizuar, shumë i fortë. Çdo pikpamje. Ka bërë analiza me një universitet 55.000. E thot kjo gruaja mrekullueshme e Tetovës, Teuta Arifi, një mike jemja e mire, shëndëshme një aktivitet për Adem Demaqin në Tetovë, para shumë vitesh. Derisa unë dhe brezi im, se ne kena pas simbol shkollën e njohur si shkolla e Prishtinës, është me fort. Na kena pa, unë e te na, shkollën e Tiranës, është e vërtet. Tetovë, Gostivar, mësë në mëru, e kam pas jora se shkollën e Prishtinës. E thot Teuta, derisa thot unë dhe brezi im, studiojnim në shkollën e njohur si shkolla e Prishtinës, e dinim se Adem Demaqi dhe shokët e tij po vuanin në burg, edhe për lirinë tonë. E shokët e fort shumë. Po do të them që e nuhate edhe bojnë analizat, se do të me ndërprej, nuk shkon mu. Jo që po na bojnë Republikën e Kosovës, po na bojnë në Republikën që ma vonë programi LDK-s ta ketë program, edhe Bashkimin e Viqeve, ti din këto sene. Prandaj, vitet e 89 ishin të një degradimi, të një ngushtimi, të një shtërkeqe, shumë çka që ishte bërë deri atëherë. Po si do që tjetë, edhe protestat që kishin dëshmitar vetë, edhe fizik, edhe me punën tonë profesionale, si ma gjitha gjasave, kjo takon historisë, të analizoj, të zbërthej në detali. Megjithatë, e ka sjellë një moment shumë të rëndësishëm, kur për fatin tonë të madh, mas ndrimeve në botën e lindjes, Evropa demokratike gjithmonë ishte kjo, që është sot, faktikisht shqiptarëve ju hoq, e kishin konopin, e kishin, për i shtjeru pak. Prandaj këto vite do të sjellin atë momentin që pas kësaj jetës legale, plurale, që do të kulmon, do të filloj, po do të kulmon këtë segment me themelimin e LDK-s, unë kujtoj që të gjitha këto e kam para përgatit këtë jetën që për shumë që ka ndoshta edhe më të vështirë, 89. Shikues nderuar, me kaq po e përmbyllim pjesën e parë të këtij emisionit. Me bashkëbisedu me Bacën Selatin Novosela, çështja pjesëve është shumë relative. Nuk do të kish kufi, megjithatë minutat televiziv janë këta. Miru pafshim javën e ardhshme. Shikues të nderuar, ndoqëm pjesën e parë të këtij bashkëbisedimi me njeriun e devotshëm të Kosovës. Çdo tentim për plotësim ose koment është i panevojshëm. Definitivisht, mbamendja e tij për moshën që e ka dhe për atë lloj-llojshmëri të ngjarjeve që i ka përjetuar në jetë, me të vërtet është për t'u admiruar. Faleminderit shoq për këtë bashkëbisedim. Shikues të nderuar, miru pafshim javën tjetër në pjesën e dytë. Mos harroni kanalin YouTube ta bëni subscribe dhe ta përcjellni në televizionin KTV çdo të shtunë në ora 21. Dhe krejt këte përmbledhni me veprimin e fundit. E ajo është pini, ujë, rrugohu. Miru pafshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë Rrugove, Vipa Chips dhe Medika.